Sepse Kurani është një univers i madh. Është një univers gjigant. Hoxha i nderuar Ibrahim Dalliu, rahmetullahi alaihi, dhe Hasan Tahsini, po ashtu rahmetullahi alaihi, këta hoxhallarë të mëdhej, poliedrik dhe enciklopedik, kanë arritur deri diku në një përqindje të caktuar të zhyten në universin e Kuranit. Unë po flas për hoxhallarët tanë shqiptar. Nuk po flas për hoxhallarët që i takojnë, do thot, lindjes ose të perëndimit, por po flas për hoxhallarët shqiptar. Disa prej tyre janë fokusuar edhe në fushat e jurisprudencës, si Hoxh Kadrej Prishtina, edhe notarisë. Por duke u bazuar në Kur'an, ata kanë vazhduar edhe universitetet shtetërore dhe kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme duke marrë nga nektari i Kuranit famlar. Kurani është tibyenen li kulli shay, është zgjidhje për çdo gjë. Maurice Bucaille ka qenë një shkencëtar shumë i madh. Francez, po. Dhe ai hyri në studimin e Kuranit. Mësoi edhe gjuhën arabe. Mësoi edhe Kuranin komplet. Por historia e tij është mjaft domethënëse. Ai e mësoi Kuranin edhe shkencën kuranore për t'i kundërshtuar dietarët muslimanë, shkencëtarët muslimanë. Po çfarë ndodhi? Shpesh herë njeriu niset në një rrugë për të hedhur plu ose për ta mposhtur atë rrugë, por dashurohet me atë rrugë. Ai u dashuru pas këtij besimi. Pra u nis si armik dhe përfundoi si mik. Sepse kush e lexon dhe studion Kuranin do dashurohet me ta. Sepse ajo është fjala e Rabbul Alaminit, krijuesit, që ka emrin, një ndër emrat e tij, El Wadud, i dashtuni. Ai ka dashuri ndaj krijesave të tij. Nëse ne thellohemi në fjalët e Kuranit, që janë fjalët e krijuesit, ai na mbërthen me mëshirën e tij. Sa më afër jemi me Kuranin, aq më afër e kemi mëshirën e Zotit. Sa më larg jemi me Zotin, aq më larg dalim pra jashtë rrugës së Zotit. Prandaj shpesh herë ne kemi dëgjuar gjyshrit tan, njerëzit tan, kur ndonjë i ri del jashtë rrugë, thonë biro ka harru rrugën e Zotit. Pra ka dalë jashtë rrugës së Zotit. Sepse rruga e Zotit është rruga e njeriu. Sepse ai është krijuesi, Ilahin nas, Malikin nas. Ai është pra Zoti i njerëzve. Ai krijoi njerëzit. Dhe prandaj gjitha këto shkenca që e përmenda, shkencat që merren me universin e tokës ose hapësirës, por është edhe një univers që tash shkencëtarët janë duke mundu me studiu universi bejnehum, do më thonë mes. Rabbul Mashriqaini wal Maghribain, po është Rabbus Samawati wal Ard wa ma bejnehum. Është në Kur'an, pra është Zoti i semave, qiejt, semavat, sema që edhe në gjuhën shqipe shqipërohet mjaft bukur si e ma, do më thonë ajo çka e ma, sepse lartësia mbahet nga krijuesi që e ka kriju këtë gjithësi pa shtylla. Nuk ka shtylla. Shif, a ka shtylla që e mbajnë bandera? Jo, s'ka. Një ndërtesë e madhe, sa duhet me fut beton, sa duhet hekër, material, armatur, shumë duhet. Për më mbajt mirë, se me nu pak, një tërmet i vogël kapitullon. Po ky pa shtylla, s'ka shtylla s'ka. Rabbus Samawati wal Ard, ard toka. Do më thonë, kjo që është e ertë. Toka në përgjithësi është ertë. Është ertë. Edhe ertë, pra toka ertë. Ertë i thonë tokës, por është edhe ertë. Shqip është ertë. Nëse gërmon tokë, janë erësijat e brendshme të tokës.
heliumi. Për shembull, ka helium toka shumë. Në fizikë ne kemi mësuar, për shembull, në shkencat eksakte, toka ka gaze, ka lumej, ka shpella, ka liqene. Në errësirën e saj, në barkun e saj, mban shumë mistere dhe gjëra që na nuk i dimë. Kam qenë në gërmimet arkeologjike, në studimet të ndryshme që kemi shfletuar në shumë libra shkencor, kemi hasur në gjëra shumë të habishme që ndoshta shpesh herë na nuk kemi pas informacion rreth tyre. Pastaj wa ma bainahum, dhe çka ka mes tyre. Do të thonë sema, ardh, wa ma bainahum, ka dhe një botë tjetër që shumë pak flet shkenca, vetëm vendet e zhvilluara, do të thonë po flasim SBA ose në vendet angleze ose në vendet anglishtfolse ose në Norvegji, në vendet që është zhvilluar shkenca më të madhe, edhe aty kanë filluar si me thonë, do përpjekje me gjithë dhe këtë botën bainahum që i bjen in the middle, si i thonë anglisht, në mesi. Do të thonë, ka dhe një botë në mes nesh që nuk është as e qiellit, as e tokës, po është në mes. Kjo të shtin me mendu më shumë se ka një krijues. Po dhe gjithsesi sikur Zoti do të thonë se krijuesi i këtyre dyjave, i tokës dhe qiellit, po dhe edhe asaj që ka në mesin e tyre, domthonë pa mungu asnjë gjë. Me precizitet. Është krijues, ky Allahu është krijuesi i tyre. Dhe kjo është shumë interesant shpëtim, që njerëzit duhet ta hedhin poshtë kryelartësinë e tyre. Sepse Zoti po ju tregon njerëzve me madhështinë e tij që unë i kam krijuar këto 3 binome ose këto 3 stade të botrash, që ju të ndaleni pak dhe ta kuptoni se kam krijuar edhe diçka më madhështore se ju, që është universi, por juve ju kam dalluar këto 3 stade, ju kam veçuar si krijesa, që ta ulni kokën dhe mos të bëni damen këto 3 shtresa që i kam lënë në shërbimin tuaj. Pra Zoti e la qiellin shërbimin ton, e la tokën shërbimin ton, dhe këtë çka është në mes, pra bainahum, e la në shërbimin ton. Pra 3 gjëra, pra 3 në 1, i la në shërbimin e njeriut. Që sikur njeriu të kishte miliona vjet jetë, nuk do t'i mjaftonin me u dhënë xhevap ose përgjigje këtyre gjërave që Zoti ka kriju rreth nesh. Mos flasim pastaj për malet, mos flasim për liçenet, për oqeanet, për shkretetirën, për ujrat, pra uji që është në Kur'an që përmendet. Mos flasim pra për kodra, wal jibala autada, po thotë kodra që qëndrojnë. Ne i shohim shpesh këto kodra, ja këtu ku ishim dolem me avniun me kamer, i shihni këto kodra shumë të larta. Dhe shkenca sot ka zbuluar që aq sa janë në sipërfaqen e sipërme, aq janë dhe poshtë. Pra sikur se ishim të bisedu me doktorin, stomatologun, për punën e dhëmbëve. Dhe është shumë interesant kjo pjesa që desha ta bisedoj edhe me të, sa ka sipërfaqe suprin pjesa e sipërme e dhëmballës ose dhëmbit, edhe rroja duhet ta ketë atë shtresën e brendshme bazamentin sa më të thellë rrënjën e saj që dhëmbi të jetë sa më i sigurt edhe domethënë mos të ketë problemet e tija. Kështu janë edhe kodra dhe malet, sikurse dhëmbet e njerëzit. Kjo është një ndër mrekullitë e atij i cili është khaliku kulli shay. Ai është i cili krijoi çdo gjë me precizitet, me saktësi, që aty nuk mund të gjesh asnjë lloj mangësie ose anomalie. Ne shohim sot për shembull industri të ndryshme që prodhojnë për shembull makineri të ndryshme ose që ndërtojnë ndërtesa shumë të larta. Ata mundon çdo ditë perfeksionohen me materialin ndërtimor ose me ato gjërat e tyre, mirë po prap çdo ditë del diçka e re. Sikur se kompjuteri, ne e dim Pentiumat e parë si kanë dalë, tash çfarë kanë dalë, do thot ka shku teknologjia shumë nivele dhe po flitet tash për një inteligjencë artificiale. Kisha rastin të lexoj një libër Inteligjenca artificiale,
që thuhet se robotët dhe shkenca kompjuterike ka arrit nivele edhe po shkon nivele shumë të larta që por sado që shkon nivele të larta, kuptohet prapse prap njeriu mbetet faktori determinizues. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Pra thot Zoti na ngritëm njeriu shumë lart. Sado që zhvillohet kamera, për shembull sot kanë dalë kamera 4K, 8K. Ne edhe Zotët të krijuam njeriu në formë më të bukur. Po. Thumma radadna asfala safilin. Por ai pra në radadnahu kishte prej tyre që e përdhësën, pra e ulën shumë poshtë nivelin e tyre. Dhe e ulin, pse? Sepse njeriu duhet ta di çfarë rëndësie ka. Zoti çka i besoi njeriu? Amanetin mbi tokë. Bismillahirrahmanirrahim. Me vludë në shtëpitë tuaja e vende islame, dua lutje ligjërata për gëzime dhe për raste pikëllimi e ngushëllimit e hoxha. Këndojmë Jasinin zemrën e Kuranit dhe hatme komplet Kuranin. Mbajmë ligjërata dhe këshilla praktike nga Kurani edukuese për rinin tonë. Këshilla psikologjike islame edukuese me lutje dhe këndim Kurani. Shërbej mirësisë duke na kontaktuar, ne ju vizitojmë ose ju na vizitoni, por dhe mundeni online kontakt. Me dashuri në shërbimin e fjalës dhe veprës së mirë, me ndihmën e Allahut kontakto Viber, SMS mesazh +383 499 242 788 ose WhatsApp +383 455 242 733.